Vllaznia ka luajtur miqësoren e dytë në prag të përgatitjeve për pjesëmarrje në Conference League. Në ndeshjen e zhvilluar ndaj skuadrës së Deçiçit, e cila u luajt në Tuzë, shkodranët janë poshtur në shifrat minimale 1-0. Pjesa e parë mbyll me rezultatin 0-0, ndërsa në pjesën e dytë, në momentin më të mirë të shkodranëve, erdhi goli i Deçiçit, me këta të fundit që rezistuan deri në fund të sfidës për të shënuar në këtë mënyrë suksesin minimal të skuadrës vendase. Pas ndeshjes, trajneri i ekipit shkodrane Edi Martini është shprehur shumë i kënaqur me paraqitjen e futbollistëve të tij pavarësisht kësaj humbje. Ndjem kanë bërë një super ndeshje sot. Do me thonë nuk e kam prit me thonë drejtën që t'jenë në këtë nivel, pavarësisht se disa lojtarë s'kan gjendjen e tyre optimale, jo e po që formacioni ishte midis parës së dytës kishte ndryshim, nuk kishin fut njëri lojtar. Por lojtarët e përgjigjen shumë mirë, sidomos ndryshimit skemës, lujt në presing, dominum lojën nga fillimi deri në fund, rezultati s'ka rëndësi. Të dyja pjesët kanë të mirat e veta. Pjesa e parë ka kanë ashtu siç unë kam kërkuar në mënyrë më perfekte të mundshme. Pjesa e dytë ishte po e mirë pavarësisht se shumë terren vet kundërshtarit për më dalë mi godit në kundërsul. Jam i kënaqur, thash me përjashtim disa lojtarëve që duhet të rrisin formën sportive. Me pothuajse 90% grupit jam i kënaqur maksimalisht. Tu nuk ka formacione të sigurt kërkush, ne po kërkojmë që kur vinë data ndeshjes në formacion të luajnë edhe që kanë gjendjen më të mirë, që japin më të mirë gjatë kësaj periudhe. Për mua nuk ka emër të veçantë X ose Y, për mua ka rëndësi shumë grupi, ekipi, mënyra se si losim, kush tjetër më në formë ka me lujt. Normalisht çdo njeri prej tyre ka me ndihmu gjatë kampionatit, sepse kampionati është i gjatë, por të mendojmë te kupat e Europës dhe shpresojmë që të kalojmë këtu. Martini komentoi edhe shortin e turit të parë të Conference League, ku vllaznia do të luajë ndaj Daugavpils të Letonisë. Jam i kënaqur me thënë drejtën, mund kishte rënë më mirë, por sepse ata janë në javën e 17 kampionatit, gjendjen e kanë më të mirë se tonën, ritmin e ndeshjes e kanë më të mirë, por gjithsesi, cili do prej skuadrave që do më kishte rënë, do kisha kërkuar kualifikimin edhe me ngul. Skuadra shkodrane ka në plan të zhvillojë edhe një ndeshje miqësore ditën e shtunë përpara se të niset për fazën përgatitore jashtë vendit, e cila do zhvillohet në Sloveni.